përshëndetje shenjë dashit, mirë se vini përsëri edhe këtë javë këtu në Zodiac Oracle përsëri për të analizuar tiparet e javës, të shohim çfarë ka ndërmend kjo javë për ju. Është një javë e cila është në ndikimin e një hëne eklips, me thënë të drejtën, eklips hëne, aty data 14 e premte, sigurisht ka filluar të ndikojë, megjithatë, me qetësi, me kujdes shëndetin mbi të gjitha, kujdes për ditëshmërinë, do ndryshoni disa zakone që i keni dhe që nuk ju bëjnë mirë, edhe them se çdo gjë ka për të shkuar ok. Tani, me nisim me ditën e hënë, nuk harroni që më gjeni në YouTube Zodiac Oracle, sepse ndodh ç'a ndodh me TikTokun këtu, parashikimet prej andej në vazhdim në YouTube do i ndiqni, s'kemi ku t'i bëjmë tjetër. Atëherë, dita e hënë, po sigurisht ditën e hënë ke nevojë për time out. Nuk e di se sa për jush keni marrë leje për ditën e hënë, nuk e di se sa për jush mund të largoheni herët nga puna ditën e hënë, nuk e di se sa për jush do merrni pushim, po mund ta merrni pushim dhe nga puna, dhe nga një marrëdhënie, dhe nga çfarëdo gjë ju lot ju mërzit dhe nuk doni më të jeni të angazhuar me rutinën dhe përditshmërinë tuaj. Ju thash që ndikon eklipsi hënës në shenjën e Virgjëreshës dhe shumë prej jush do i keni këtë lloj tiparesh, do me thënë të ndryshoni përditshmërinë tuaj, rutinën, jeni të lodhur me këto gjëra, shumë po bëni ndryshimin ditën e hënë, do e nisni përkohësisht pjesa më e madhe prej jush, pra përkohësisht kam nevojë për kohë, përkohësisht dua të mendojmë, disa ama prej jush nuk përjashtohet që edhe të heqin dorë nga një punë që aktualisht janë duke bërë dhe të nisin diçka tjetër ose të japin fund një marrëdhënie që shikojnë se nuk ju bën mirë për shëndetin, pse jo. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë është dita ku pjesërisht një ëndër duket se është duke u bërë realitet, diçka që prej kohësh po kërkonit ta arinit, duket se po e arinit, do të thotë këtu bëhet fjalë për ndryshimin e jetesës në total. Do të thotë që ajo çka arini të akumuloni brenda ditës së mërkurë, vërtet u ndryshon të ardhmen tuaj, po pritet që ta kapni atë peshkun e madh siç e doni ju, por mjafton të mos ju zëri ose thua pastaj dëshira për më shumë dhe të filloni nga tekat denazet, ta zëmgjeni një person që po të përshtatet, nuk është keq, është mirë, por thoni po mundem më miru, do të thotë deri dje s'kisha asgjë, tani të vjen ajo që ti kërkoje dhe pastaj fillon nga nazet. Nisa me një person, po mund të jetë një punë, mund të jetë një ujdi, të cilën prej kohësh po prisit ta kishit, jeta juaj që në përgjithësi ose kushtet e jetës tuaj që ndryshojnë, kapeni atë mundësi që ju vjen ditën e martë, mos e shikoni gomarin nga dhëmbët, është pikërisht ajo gjë që kërkonit, nëse pastaj më vonë paraqitet diçka më e mirë, okay, por që për momentin themi se ajo çka kërkonit ja ku po vjen dhe po u ndryshon jetën, sigurisht për mirë. Përsa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita ku mundoni të jeni, mirë është të jesh i pastërt, mirë është të jesh i drejtë për drejtë, mirë është të jesh i sinqert, të gjitha këto të mira janë, nuk po e vë në diskutim, por vetëm në qoftë se këto tipare ose këto cilësi do i ndani me individ të cilët din t'i vlerësojnë. Nëse jeni midis peshkaqensh ose hienash, ja kuptoni shumë qartë që këto cilësi nuk pinuj apo jo. Kështu që unë do thosha mundoni të regojni vigjilent ditën e mërkurë, mbroni interesat tuaja, plot do të jenë ata të cilët do të duan të shfrytëzojnë atë mirësjelljen tuaj ose disponibilitetin tuaj, kështu që si ta shikoni ashtu edhe silluni. Jap hua, marr hua, gjëra të tilla, as që bëhet fjalë të mund të ekzistojnë, bëni shumë kujdes se çfarë fjalësh nxirrni nga goja, sidomos nëse këtu përfshihen edhe sekrete që dikush mund t'ua ketë besuar ose nëse janë sekretet tuaja, kujdes se kujt ja besoni, dhe nëse bëhet fjalë për marrëdhënie të reja, ju a thash, naiviteti këtu nuk ju hyn në punë. Dhe kujdes, sepse nuk i dihet se me kë do ju lidhi puna dhe në rrethana të caktuara dhe mund ta vini veten tuaj ose shëndetin tuaj në rrezik. Për çështje shëndetësore pastaj, këtu duhet të kuptoni shumë qartë se duhet të ndodhin ndryshime, duhet të kujdeseni më tepër për veten tuaj dhe nëse jeni duke marrë një kur je nështruar një kur e caktuar, edhe pse ndoshta duhet ta ndryshoni atë, por që sido që të jetë përmirësohet situata, të paktën për sa i përket shëndetit, jeni goxha mirë, domethënë, do të jeni mirë. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku
nuk mund të rini në vend numëro. E kuptoj që nuk do të keni qejf as të dini, as të punoni, as të merreni me gjëra të rëndësishme, do doni ta kaloni kohën kështu si të kaloj, por që do ishte një gabim. Sepse mund të futeni dhe të zhyteni dhe më thellë në këto situata, në këto mendime, dhe nuk ju bën mirë, ishni dorë nga realiteti pastaj. Kështu që nëse po jap një këshill për sa i përket ditës së enjte, okay, evitoni të merrni vendime të rëndësishme nëse mund ta bëni këtë gjë, por në përgjithësi do ju thosha, jeni ju që përcaktoni të ardhmen tuaj, gjithçka kërkoni është atje jashtë dhe duke ndëjtur në vend numëron nuk fitoni asnjë gjë. Është shumë mirë të lëvizësh për të kapur atë çka dëshiron, sesa të rish në vend dhe duke pritur se ajo gjë të vi. Dita e premte sjell një sukses shumë të madh, një sukses që ka lidhje edhe me autoritetet e shtetit, juve që lidh puna me autoritetet e shtetit, me zyra administrative, administratën në përgjithësi. Këtu një lajm që kërkoni prej kohës ta merrnit, e merrni, dhe ka lidhje me punën tuaj, ka lidhje me një sukses në punën tuaj që e arrini fal përpjekjeve tuaja, fal aftësive që keni, më në fund vlerësimi pra, dhe shpërblimi, dhe përsa i përket zyrave dhe çfarëdo gjë ju lidhte me zyra, duket se këtu kemi një zhvillim shumë pozitiv i cili ju favorizon. Përsa i përket pastaj ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku pritshmëritë tuaja, e tham, janë të larta këtë javë, e kuptoj, e keni idenë goxha lart për veten tuaj, të shumë mirë bëni, e dini pra se çfarë vlerash keni, atëre futuni punës dhe merrni atë gjë që meritoni, gjërat nuk do vinë vetë. Kështu që nëse pritshmëritë tuaja e keni të larta dhe mendoni se dhe vlerat e keni të tilla, atëherë futuni punës dhe asgjë nuk ju ndal. Por që këto ta mendoni shumë gjëre gjatë ditën e shtunë dhe është më shumë se kaq se sa po them. Pse? Sepse ju thash, jemi në ndikimin e eklipsit në Vizhëresh, është eklips hëne, psikologjikisht ta ndikon jashtëmase shumë. Për ju ka të bëjë me punën, me kushtet që punoni, jetesën tuaj, sa ndikon puna në kushtet tuaja të jetesës, në shëndetin tuaj, në mirëqenien tuaj, psikofizike. Kështu që është normale këto gjëra ti mendoni ditën e shtunë, dhe nëse nuk ndjeni të vlerësuar, do të veproni sipas momentit dhe rastit. Dhe përsa i përket ditës së diel, dashuria ju troket në derë, juve që nuk e keni gjetur akoma, me një individ që me sa duket paraqitet interesant. Sigurisht që mund të jetë një kthim nga e kaluara, as që e vënë në diskutim, dhe përsa i përket juve që keni pas dhe probleme, duket se ato zgjidhen përfundimisht. Këtu nuk flitet vetëm për dashurinë që ju troket në derë, apo për situata që kthehen nga e kaluara, apo persona që kthehen nga e kaluara. Këtu me sa duket edhe një bisedë në lidhje me financa, duket se përsëri ju shkon shumë mirë. Përshëndetje shenjtë ja ku jemi përsëri në Zodiac Oracle dhe këto janë parashikimet e javës për shenjën tuaj, parashikime që akoma i kemi të mundësuara, përsa ko TikTok-un e kemi ende gjallë. Në rast se na mbyllet që të shohim, më gjeni në YouTube Zodiac Oracle. Prej andaj do të ndiqni parashikimet e javës për shenjën tuaj, këtë që mbajeni mend. Atëherë, dhe për sa i përket dhe i takon numrit të kontaktit, mundoni ta siguroni që tani hyni te linku këtu në bio, mundoni ta siguroni atë numër, nëse nuk e gjeni këtu e keni në webin e kanalit në YouTube, kështu që mundoni disa gjëra i bëni parapri, ju që jeni të interesuar e kanë fjalën. Tani, kalojmë tek parashikimet e javës për shenjën tuaj, që do të jetë një javë sa më e mbarë, do të jetë është një javë me një eklips hëne në shenjën e Vizhëreshës, jo keq për ju, por që sido që të jetë nis java me mundësi për të filluar një punë të re, ose për bisedime për një punë të re, ose për një bashkëpunim të ri, ose një ortakëri të re, të mirëthash. Por që do bëni kujdes sepse akoma nuk është asgjë e qartë në horizont. Domethënë është thjesht një tentativë për të parë diçka, për të rivlerësuar diçka, për t'i dhënë një mundësi diçkaje, përsa i përket punës e kam fjalën dhe karrierës, përsa i përket aspektit personal, jetës personale, po favorizohen njohjet, po favorizohet flirti, po jeni, duket se keni hyrë në një farë rrugë që deri diku po ju pëlqen se ku po shkon, por prapë me shumë kujdes. Sido që dita e hënë këto tipare ka, do të thënë biseda në lidhje me punën dhe njohje të reja ose flirte ose me një njohje që ka nisur, ka kohë që ka nisur, duket se po ecet deri diku. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë se atë një mundësi që njerë të vjen në jetë, nuk e di se çfarë realisht do ju vi, është ajo çka universi gjithmonë e ka rezervuar një herë të vi ose
shumë pak herë, le të themi, në jetë, mund të jetë çfarëdo gjë që ishte një ëndër që bëhet realitet, një mundësi që e kapni dhe fitoni jackpot, një person që vjen jetën tuaj dhe ndryshon jetën totalisht plotësisht, një punë që kishit kohë që po e ëndërroni dhe ja ku e keni, një çështje shëndetësore që më në fund zgjidhet, një fëmijë që më në fund arrihet të vinë në jetën tuaj, çfarëdo gjë qoftë, është ajo një mundësi që ju ndryshon jetën prej këtej në vazhdim. Tani uroj ta dini ta mbani këtë lloj gjëje, uroj të dini ta vlerësoni, sepse nëse nuk do të dini ashtu sikur se vjen, ashtu edhe mund të iki edhe pse universi, Zoti Perëndia, se doni thuani ju fati, e ka nisur këtë gjë për ju që të qëndrojë në jetën tuaj. Por nëse shkatërroj dhe shkatërroni juve vetë. Nga mosbesimi, nga frika, nga shumë gjëra. Përse i përket ditës së mërkur, dita e mërkur dhe mos harroni do më thoni përsëri, po si ka mundësi një po një jo, një ndoshta, një ditë mirë, një ditë keq, sepse nuk jeni të gjithë njësoj dhe nuk jeni të gjithë në një tavë. Kështu që ka individ prej jush të cilët do e kenë atë lloj fati shumë të madh ditën e martë, por ka dhe nga ta prej jush që ditën e mërkur për shembull për gjëra që duan të arrijnë, për një objektiv që kanë vendosur vetes, që për të folur me dikë, për të sqaruar diçka, qoftë për ta bërë një marrëdhënie të funksionojë, qoftë për të arritur një qëllim të caktuar, për të kaluar një objektiv të caktuar, do e kenë shumë të vështirë për të arritur atje ku kërkojnë të arrijnë. Domethënë vështirësitë janë akoma aty, përpjekja është shumë e madhe, sfidat nuk mungojnë. A do ja dilni në fund të ditës? Po do ja dilni, por do kuptoni se nuk ka më vlerë. Do thënë është pikërisht ajo u lodha për çfarë, për çazik se dua fare. Kështu që këto tipare ka dita e mërkur, për disa prej jush, bëni kujdes me këtë pjesë. Çështja është të kaloj faza. Çfarë do bëjmë? Çfarë të kaloj faza? S'kemi çfarë i bëjmë. Kështu që mos u mërzitni ditën e mërkur, nëse ka anullime, nëse ka shtyrje afatesh, nëse ka nuk e di, prishje të momenti, çfarë do momenti qoftë ai, mos e merrni si diçka me se s'bën të keqe. Mund të jetë duke ndodhur edhe për diçka më të mirë në fakt. Pra, kjo ishte e mërkura. E enjtja tani është dita ku vazhdojt përpara, do me thënë, ajo që ka do kuptoni ditën e enjte është se e ardhmja ju thëret. Shumë prej jush nuk do bëhet çudi nëse nga jeta juaj ishni kryq shumë individëve dhe nuk doni më të ktheni pas. Shumë prej jush, shumë biseda, shumë sqarime, shumë situata të cilat do të kaluara nuk doni ti rishikoni më, por i ka mbaruar çdo gjë. Shumë prej jush nga një profesion i cili nuk ju shkon më hiqni dorë, do ndërroni vend pune, mund të largoheni edhe me banesë, pse jo. Por ajo që realisht kuptoni në çfarëdo gjë që do ndryshojnë në jetën tuaj, ose që vjen drejt ndryshimit ditën e enjte, është se ardhmja ju thret dhe është gjithçka përpara duke ju pritur. Kjo vlet dhe për marrëdhënie të çift dhe për kthime të cilat nuk ju bindën ose nuk po ju bindin ende, dhe ajo që ka mbetet është thjesht ecim përpara, sikurse po ju thosha. Dhe përsa i përket ditës së premte, dita e premte për një pjesë të mirë për ju do të marrë dokumentat, bëjmë pjesë e një komuniteti, bëjmë pjesë e një grupimi politik, social, shoqëror, fetar, çfarëdo gjë e qoftë, varet se ku synon se cili të jetë pjesë, arrihet një farë me një propozim për fejes, pse jo, çfarëdo gjë e qoftë, duket se populariteti juaj është në maksimum, ka shumë individë të cilët joshen prej jush, ju japin mundësi për të ecur përpara, për të pasur zhvillim, por sido që të jetë ky është një sukses shumë i madh që më tepër ka natyrë sociale, shoqërore, kulturore e merat. Por po arrihet një objektiv dhe kjo gjë është shumë e qartë ditën e premte. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e aktivizojmë atë që quhet vedia e plot. Kështu që me vedije të plot do vazhdoni prej këtej në vazhdim udhëtimin dhe rrugëtimin tuaj, ju të dashurit që një demit. Do të keni një tip ndriçimi në tru të çuditshëm, prej andaj në vazhdim kuptoni se hapen syt dhe më kthim pas nuk ka, domethënë kuptoni realitetin për atë çka është, jo për atë çka ju e mendonit se ishte deri më dje, dhe keni më tepër mundësi ditën e shtunë, nëse doni të arrini qëllime të caktuara, të rëndësishme, t'i arrini ato vetëm fal trurit tuaj dhe mendjes tuaj se do punojnë në kapacitet të plot. Për sa i përket ditës së diel, më në fund mbaron për një periudhë e gjatë dimri, vështirësish, kam fjalën sfidash, problemesh, ngecjesh, dhe më në fund duket se çelet drita jeshile dhe për ju, është momenti i rilindjes ku mund të vjetre në shumë forma dhe mënyra, si për shembull shlyej një borxh që e kisha, e mbyll me një person që nuk doja më të ishte pjesë e jetës time,
problemi që i kisha në qitë më në fund je qaftë, kalojnë, ekonomia, financa duket se stabilizojnë, e gjejnë mënyrë për të stabilizuar, me shëndetin arrin të kem sukses. E kështu me radhë dhe bukur mbyllet java edhe për ju. Përshëndetje shenjë binjakëve dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle, përsëri për të analizuar tiparet e javës për shenjën tuaj. Një javë shumë e rëndësishme me eklips hënor në shenjën e Virgjëreshës, një shenjë e cila ju kthen vëmendjen tek familja, tek prona, tek e kaluara, tek fëmijëria juaj, te traumat e fëmijërisë tuaj, te përjetimet, çfarë do të gjë pra që lidhet me të kaluarën, me problemet që i kishit me një banesë, me një pronë sikurse e thash, të shohim se si do ju vënë gjërat, por që në të ndikuar jeni më tepër që keni lindur në fund të 10 ditësit tuaj. Më tepër thash, sepse nuk e di se çfarë kemi secili në hartën tonë. Sido që të jetë, por është një javë e rëndësishme, të shohim se si do shpaloset edhe për ju pra. Tani, në qoftë se TikToku na mbyllet, më gjeni në YouTube Zodiac Oracle dhe numrin e kontaktit e gjeni në webin e faqes. Tani, ose të kanalit, më saktë e thënë. Përsa i përket ditës së hënë, dita e hënë është dita ku me bindje të plot jeni duke ecur përpara. Çfarëdo lloj vendimi që do merrni ditën e hënë, ka natyrën e lë të kaluarën pas dhe më në fund guxoj të jetë hapat përpara. Nuk ka rëndësi se ku ardhmja do më çojë, as nuk doni t'ia dini nëse do jetë sukses apo do jetë disfat, e vetmja që do shironi ditën e hënë është që thjesht të ecni përpara. Keni shumë nevojë për ndryshim dhe ç'është e vërtetë keni dhe besim se do ja dilni dhe ka shumë gjasa që vërtet t'ia dilni. Çfarëdo lloj gjë që po e nisi tani, qoftë edhe me një dilemë, që do një pasiguri, por me një dëshirë shumë të madhe thash për të sjellë ndryshimin në jetën tuaj, ndodh të jetë sukses, do shikoni aty nga muajt e verës më tepër, korik, diku aty nga qershori koriku do ta shikoni se ku po ju çojnë këto hapa që po hidhni ditën e hënë. Mund të jetë një iniciativë që po e merrni në çështje karriere, një iniciativë që po e merrni në çështje personale, të shohim pra se çfarë suksesi do sjellë, por s'do të jetë nis diçka e re ditën e hënë. Ditën e martë me një lajme shumë të rëndësishme dhe brenda këtyre lajmeve ndodhet edhe zgjidhja e një problemi që kishit ose ju jepet okay për të realizuar një objektiv që doni të realizonit. Pra, sidoqë që të jetë çelet përsëri rruga dhe për ju për të arritur diçka të rëndësishme, ai mesazh që po priset prej shumë kohësh të vinte ja ku po vjen dhe nuk besoj se do ketë më pengesa prej këtej e në vazhdim. Kështu që bukur vjen edhe dita e hënë edhe dita e martë për ju. Përsa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita që ju tregon se ajo çka mbaroi dhe nuk ka më kthim pas. Dhe nuk ka më kuptim as të vuani, as të mbisni më kohë duke vuajtur, por thjesht pranojeni ato çka ka ndodhur, hidheni pas krave dhe vazhdoni përpara. Pra e ardhmja ju thëret sido që ta marrës, do që ta bësh brenda kësaj jave dhe ju nuk keni më kohë që të rini të mbisni duke vajtuar, duke u mërzitur, duke vrarë mendjen për atë çka iku dhe nuk do kthehet më. E thash dhe njëra, ajo çka ishte nuk do kthehet më, ju thjesht vazhdoni përpara. Tani nuk e di nëse keni individ të sëmur në familjen tuaj, në shoqërinë tuaj, të cilët po i prisni nga momenti në moment të largohen nga kjo jetë, por ka shumë gjasa që edhe kështu të jetë, pra praktikisht dhe realisht të mbisni një individ nga jeta juaj, por dhe aty do kuptoni se jeta vazhdon dhe s'keni çfarë i bëni, por më tepër do të ishte edhe më mirë akoma sepse ky person ka vojtur gjatë, ndaj edhe është më mirë të largohet më në fund. Gjithashtu është momenti ku në mënyrë simbolike themi vdes për të rilindur. Pra, i thoni mirupafshim individit që ishit deri më dje dhe mirëprisni atë çka është e reja tek ju. Pra, përfundon një proces transformimi shumë i rëndësishëm për ju ditën e mërkurë. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku më në fund avash shkoni. Pra, kur mbaron diçka do të fillojmë të rindërtojmë apo jo. Dhe fillon me të vërtet rindërtimi i jetës tuaj, me biseda produktive, me individ që vinë paqësisht në jetën tuaj, që duan t'ju ndihmojnë, që duan t'ju çojnë drejt realizimit tuaj, po dhe ju keni ide shumë të rëndësishme, shumë të bukura, shumë produktive, të cilat mund t'ju çojnë përpara. Pra, si të duash mere, i bie që dita e
ejte sjell mundësi realizimi ose sjell mundësi ristrukturimi të jetës tuaj dhe do të jetë shumë më e bukur atë që do ndërtoni tani se sa ajo që kishit. Pra fillon një kapitull i ri në jetën tuaj dhe po ka shumë suksese për t'ju ofruar dhe shumë suksese për t'ju dhënë në përgjithësi. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita e fatit tuaj. Çfarë do gjë qoftë kjo, nga një individ që vjen papritur në jetën tuaj, që nga një mundësi që paraqitet papritur në jetën tuaj, që nga një fitim që papritur e keni, që çfarë do gjë qoftë, duket se është diçka e papritur, me të vërtetë ju sjell fat shumë të madh ose thjesht është fat i madh fakti që e arrini këtë realizim kaq të bukur kudo në jetën tuaj, nuk po i vë një emër se nuk ka emër, është fat i përgjithshëm. Mjafton të kapni momentin dhe me sa duket diçka që prej shumë kohësh e prisni të realizohet. Nuk ka rëndësi se si qysh tek. Kur faktori fat do të luaj, të futet në lojë, atëherë loja bëhet e bukur. Përsa i përket ditës së shtunë, më në fund shumë prej jush arrini të korrni suksesin e punës tuaj, të përpjekjeve tuaja. Do të ndjeni shumë të maturuar, shumë të pjekur, shumë të ditur ditën e shtunë, shumë të kënaqur me veten tuaj, me ato çka keni arritur dhe me ato çka akoma synoni të arrini. Por që po është një ditë që vetkënaqësia është shumë e madhe në përputhje me arritjet që keni pasur deri më tani dhe po korrni më në fund produktin e punës tuaj edhe ju. Për sa i përket ditës së diel, dita e diel është dita e veprimit, do me thënë nuk do të rini një sekond në një vend. Do të flisni shumë, do të lëvizni shumë, se keni edhe nëse është në gjë e re, do të flisni shumë, por që nejse, shumë pasionant do të jeni në çfarëdo gjë që do të bëni, sidomos juve që keni ascendent në shenjat e zjarit, si në Luan, në Dash apo në Shigjetar, sido që të jetë objektivat tuaja ju çojnë drejt së ardhmes, këtë gjë e tham, por që me shumë energji të madhe duket se do i kërkoni të realizoni qëllimet tuaja dhe ëndrat tuaja. Ju thash ditën e diel nuk keni të ndalur. Çfarëdo gjë që doni të arrini duket se nuk ju del asnjë pengesë dot përpara që t'ju stepi apo t'ju vonojë në ato çka doni të merrni. Do i thosha vetëm kujdes nga arroganca, kujdes mos nxitoni kur flisni, mos nxitoni kur veproni, jeni të qartë në ato çka kërkoni të arrini dhe mbani larg arrogancën dhe ironin, kjo gjë ju karakterizon. Nëse këto i evitoni, gjithë pjesa tjetër për ju është sukses. Përshëndetje shenjë Gafores dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë me eklips hënor në shenjën e Virgjëreshës. Për nga shenja kemi dhe s'kemi influencë, por për nga hëna e kemi apo jo, sido që të jetë. Nëse sido që të jetë, do bëni kujdes këtë javë, shikojni me kujdes ato synimet tuaja, qëllimet tuaja, çfarë ka dhe jo përparësi për ju. Dhe t'ju them gjithashtu se nëse ky TikTok ju i famshëm na mbyllet se u bë si puna ati ujkut, ja ujku ja gjurmët, atëre po më gjeni në YouTube Zodiac Oracle, aty do vazhdojmë parashikimet e javës. Dhe për numrat e kontaktit i gjeni përsëri në webin e kanalit. Atëre të faqes sigurisht. Atëre përsa i përket ditës së hënë, dita e hënë është një ditë e lodhshme përsa i përket punës. Shumë prej jush jeni shumë të lodhur nga puna që bëni ose nga kushtet në cilat punoni dhe do kërkoni të drejtat tuaja, ndryshime të kushteve të punës ose do e lini këtë punë fare dhe do shikoni për diçka më të mirë. Kjo përsa i përket karrierës, përsa i përket jetës tuaj, përditshmërisë tuaj, edhe aty duket shumë qartë që duhet të bëhen ndryshime. Pse? Sepse jeni të lodhur, sepse kjo rutinë që po ndiqni po ju lodh edhe më shumë dhe nuk po shikoni dhe rezultate, kjo është më e keqja akoma. Tani përsa i përket një përpjekjeje për të ndryshuar një situatë si në punë, sikur se thash, ose në aspektin personal, individual, këtu nëse nuk po arrihet rezultati që kërkoni, edhe mund ta mbyllni mirë dhe bukur me një individ, domethënë me një lidhje mund të jepni fund. Po që më tepër jemi të përqendruar tek puna dhe tek karriera dhe tek kushtet të cilat punoni dhe sa ju lodhin dhe nëse mund të ndodhi ndonjë ndryshim për më mirë apo ka momenti të thoni mirupafshim kësaj gjë që po bëni. Përsa i përket ditës së
së martë. Dita e martë është dita ku jeni çik në botën e ëndrave të çuditërave dhe nuk po i shikoni gjërat për atë çka realisht janë. Këtu, nëse vendosni nxitimthi, mund të bëni një gabim shumë të madh që do ju kushtoj shumë gjatë në kohë. Nëse ditën e martë duhet të merrni vendime të rëndësishme, atëherë kërkoni ndihmë nga persona tek të cilët keni me të vërtet shumë besim. Dhe mos u nxitoni ti merrni këto vendime vetë sepse mund të bëheni pishmën, sepse nuk keni në fazë për t'i parë gjërat siç janë dhe mund të gaboni sikurse ju thash. Për sa i përket ditës së mërkurë, e kuptoj shumë qartë që shumë prej jush jeni akoma duke të rreshur zvarri një kryq të madh mbi supet tuaja. Ktu jemi më tepër te 10 ditë që i fundit i shenjës tuaj. Por avash duket se edhe shpresa po duket në horizont, por edhe zgjidhja po vjen. Kështu që mos e humbisni atë besimin tuaj, vazhdoni të shpresoni, situata shumë shpejt ka për të ndryshuar dhe gjithë ky kryq, gjithë kjo vuajtje, gjithë kjo sakrificë që po ngrini ende mbi supet tuaja, merr fund dhe ju më në fund çliroheni nga çfarëdo gjë që ju bëri keq dhe nuk do të shikoj më syri juaj keq prej këteje në vazhdim. Për sa i përket, edhe pak ka mbetur domethënë. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku e kuptoni shumë qartë pse disa individ po vazhdojnë të dalin nga jeta juaj, pse ikën disa dhe pse do vazhdojnë të ikin dhe të tjerë. Nëse ka ndodhur një rikthim dhe asgjë s'ka ndryshuar, sepse rikthime do kemi plot deri nga data 15 prill, do kënaqeni me rikthime. Çështja është që do zhgënjeni dhe më tepër. Dhe ju jeni një pjesë e atyre që do zhgënjen. Dhe pikërisht tu kuptoni arsyen pse kur diçka mbaron dhe nuk ka më kuptim të kthehet pas. Dhe do dilni në konkluzionin se mbaron sepse i erdhi momenti, sepse aq kishte për të dhënë, dhe me që nuk kishte çfarë të jepte më shumë se aq, bye mirupafshim, do zvendçojmë nga dikush tjetër që vlen më shumë. Kështu që mos u mërzisni në qoftë se vazhdojnë individ caktuar të dalin nga jeta juaj, do zvendçohen shumë shpejt me individ të tjerë të cilët do të kenë edhe më shumë vlera për ju. Përsa edhe do të vlerësojnë edhe më shumë. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte sjell shqetësimin e një prindi për një fëmijë të vetëm që nuk po duket të jetë duke marrë atë drejtimin që duhet, ose një çështje lidhur me fëmijët tuaj që jeni në një moshë caktuar, ose një çështje shëndetësore, ose një çështje ekonomish financash, ose morali, etike, gjëra të tilla duket se ju shqetëson pa masë, sido që tjetër është e përkohshme dhe do kaloj, ama nuk i lëm gjërat pas dore, nëse kemi probleme me shëndetin ose shqetësime me shëndetin, bëjmë ato kontrollet që duhet të bëjmë, në qoftë se na shqetëson një çështje me fëmijët tanë, diskutojmë me ta, aq sa mundemi, se me këta sot nuk flitet, janë ulë mund prek, zot çabrezi, nejse. Dhe në qoftë se pastaj bëhet fjalë për një çështje ekonomiko-financiare, mundojmë të gjejmë zgjidhje, ndoshta edhe prandaj po ndodh gjithë kjo situatë që të trysnoheni që të gjeni një zgjidhje. Përsa i përket ditës së shtunë tani, dita e shtunë është dita ja po I kemi shkëndijat e para të pranverës që tregojnë se ka momenti një fillimi të ri në jetën tuaj. Pra, pavarësisht se çfarë do ju trysnoj brenda kësaj jave dhe që pak a shumë çdo gjë do të ketë lidhje edhe me karrierën, dhe me financat, dhe me shëndetin, dhe me fëmijët, dhe pak a shumë në të gjitha fushat e jetës tuaj. Dhe pas të kuptoni se jeta kështu e ka, me cikle ka dhe s'kemi çfarë të bëjmë, asaj çka I vjen fundi ku do nisë diçka e re, ajo gjëja e re fillon për ju ditën e shtunë. Dhe prej andej në vazhdim sa duket situata dhe kështu do të jetë. Ditën e shtunë çfarëdo lloj propozimi, oferte që ju bëhet, pranojeni, dilni, argëtoni dhe jepni vetes mundësinë të kaloni bukur. Dhe përsa I përket ditës së diel, dita e diel ka të papritura, truket diçka e papritur në derën tuaj, që nga një individ që shfaqet papritur, që nga një ofertë propozim që ju bëhet, që nga një kërkesë juaja që pranohet, çfarëdo lloj gjëje qoftë, janë mundësi të cilat duhet I kapni, duhet të shfrytëzoni, që edhe në një bisedë shoqërore, që edhe në një, pse jo, tavolinë të shtruar për nderin tuaj. Pranoni ofertat, pranoni propozimet dhe kapni çdo mundësi të mundshme që vjen në rrugën tuaj dhe që ju ndihmon të bëni diferencën në jetën tuaj prej këtej në vazhdim dhe gjithnjë më tepër ju çon drejt lirisë dhe pavarësisë tuaj, personale, ekonomiko-financiare, profesionale, çfarëdo gjë qoftë, kapeni mundësinë edhe bëni diferencën.
Përshëndetje shenjë Luani dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle që të shqyrtojmë çik kështu bukur dhe mirë parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë e cila për nga ana psikologjike të paktën ka për të rysmuar jashtë mase shumë, kujdes me shpenzimet, nuk investoni, nuk premtoni, nuk merrni përsipër gjëra që nuk I bëni dot. Dalin armish në sken, dalin të vërteta në sken, dalin plot gjëra dalin në sken, por është edhe një mundësi shumë e bukur që të mund të rikuperoni edhe ju në vlerat tuaja, por kujdes, do ju them dhe diçka. Vërtet kemi një eklips, e kam fjalën për eklipsin që ndodh në shenjën e Virgjëreshës, për ju është banesa juaj e dytë, jo për të gjithë të shkej, sepse aman të keqen kur dëgjojmë, mos keq është, nuk jam dakord. Pse? Sepse mund të sjellë edhe një mundësi zhvillimi, të tipit tale kush jam unë, cilat janë vlerat e mia, nuk më vlerëson mirupafshim do gjej diçka më të mirë. Do të më në fund të hapen syt dhe kupton se dikush po të shfrytëzon dhe nuk pranon më të shfrytëzoj tjetri, as në jetën personale, në marrëdhënie në çift e kam fjalën, as në një bashkëpunim, as në një ambient pune, por kërkon të drejtën tënde atë që realisht të takon. Dhe po në shumë kështu raste të veçanta mund të tregoj edhe përveç humbjeve ekonomiko-financiare dhe një fitim shumë të madh ekonomiko-financiar, kështu që varet nga momenti dhe nga sa thua harta e secilit, nuk është me se s'bën vetëm keq. Ama psikologjikisht po do të jeni të rënduar sepse ju trysnon për të parë vlera, parime, se ku I keni dhe se sa e vlerësoni veten tuaj. Sido që të jetë, nëse TikToku na mbyllet, më gjeni në YouTube Zodiac Oracle, aty do I shikoni parashikimet e javës për shenjën tuaj, edhe çfarë do I parashikimi tjetër dhe numrin e kontaktit do I gjeni në webin e kanalit dhe të faqes. Tani, për sa I përket ditës së hënë, mos keni frikë të falni dashuri, përkushtim, ngrohtësi, mbështetje, sepse e gjitha ajo gjë që do ofroni ditën e hënë, duket sikur një dorë e padukshme e mban shënim dhe me një afat të papërcaktuar do u akthej përsëri 10 fish në jetën tuaj. Pra, kujdesuni për të tjerët, falni çfarë keni për të falur, do të merrni 100 fish pas, për të gjë të jeni të sigurt. Nëse dikur tani mund ta keni ofruar të ndihmën tuaj, duket se ajo ndihmë ju kthehet pikërisht atëherë kur ju keni më tepër nevojë. Përsa I përket ditës së martë, dita e martë është një ditë shumë e bukur, pra unë nuk tani pse do të jetë me se s'bën keq për shembull java. Folëm për financa që parë. Tani sigurisht nuk mund të them shiko ti ore, shko dhe merr kredit tani, se atë gjë nuk e them dot. Vetëm nëse se ka diçka shumë të veçantë në hartën e secilit prej jush që më e mundëson këtë gjë, por që sidoqë të jetë biseda me natyrë ekonomiko-financiare dhe mund t'i bëni, nëse jeni mjaftueshëm vigjilent apo të zgjuar, mund të përfitoni nga humbja e dikujt tjetër. Pse jo, dhe këto janë ato okazionet që themi, kështu që po, mund të keni fitime ekonomiko-financiare shumë të mëdha ditën e martë, vetëm në qoftë se do dini të kapni momentin. Dhe më thënë është çik manipulim kjo, po që për të gjithë faqe do dini ta luajnë këtë lojë shumë bukur, do sjellë një fitim shumë të madh. Nuk ka për të munguar ndihma ekonomiko-financiare dhe mbështetja ekonomiko-financiare për të gjithë ju që jeni sipërmarrës dhe që keni nevojë pikërisht për këtë gjë. Por nëse do ju duhet të nënshkruani në një kontratë apo diçka të tillë, lexojeni me shumë kujdes dhe mos u nxitoni. Mos u nxitoni në përgjithësi. Për sa I përket ditës së mërkur, prap këtu kemi një fitore shumë të madhe në aspektin personal, profesional, social, kulturor, shoqëror, nuk e di, shëndetësor. Çfarëdo gjë qoftë, është ai momenti që themi bravo për ardhjën tënde, bravo për suksesin tënd, urime lart e më lart. Çfarëdo gjë qoftë, pra është një sukses shumë I madh dita e mërkur për ju. Pra shumë bukur, më qeni inshallah kështu qoftë. Për sa I përket tani ditës së enjte, dita e enjte po, këtu fillojnë çik të vështira dhe këtu jeni ajo pjesa tjetër që tash bëni kujdes, Tani këtu mendja juaj ju punon çik rena, themi ne, ju vënë loj, ju kthen situata nga e kaluara, ju sjell përpara persona të cilët gjithmonë ju trazojnë psikologjikisht, fizikisht, emotivisht, mund të bini pre sa thuash, manipulimit të tyre, e joshjes së tyre, e tërheqjes fizike, pra të thuash ju edhe në trut e gomarit edhe pastaj hajde të dilni më juve nga këto situata. Bëni kujdes me pak fjalë.
nga individ të tillë, nga situata të tilla, nga persona manipulator që për qëllim kanë thjesht t'ju bëjnë të ndjeni keq, t'ju bëjnë të ndjeni të dobët dhe të fitojnë ata përsëri lojën para jush. Kthime, rikthime, gjëra të tilla me shumë kujdes ditën e enjte dhe çfarëdo lloj bisede ka lidhje me pushtetin, me financat, me fuqinë, forcën e çfarëdo gjë të tillë, kujdes sepse mund t'ju kthej situata bumerang dhe se kuptoni dhe fare ç'është e vërteta. Dhe e posoni dhe keq. Kujdes gjithashtu që këtë manipulim për shembull mos jeni duke ja punuar juve vetes tuaj. Të tipit nuk mundem, nuk arrit dot, janë dhe fobirat ato, janë edhe fobirat, janë edhe frikrat, janë edhe pasigurit. Mos e bëni veten të ndihet keq sepse dita e premte, për shembull, do ketë këtë gjë më të theksuar akoma. Dita e premte ju përket juve më tepër që keni një objekt, keni një pronë dhe nuk po ju shitet, nuk po arrini dot të përfitoni përmes saj. Është e përkohshme kjo situatë, nuk ka pse ju zë frika, nuk ka pse ju zë paniku, nuk keni pse vini kokën në jastëk, nuk do jetë përjetësisht kjo situata, dhe as nuk keni në rrezik siç e mendoni ju, prandaj u thash manipulimi mendor është gjë shumë e keqe. Dhe kur ja bëjmë vetes tonë është dhe më keq akoma. Kështu që mos u shqetësoni kaq shumë, përkohësisht vepron kjo situatë, shumë shpejt do kalojë, ndaj edhe nuk keni pse shqetësoheni kaq shumë. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku mbroni interesat tuaja, mbroni veten tuaj nga sytë e kurreshtarëve, duket sikur të gjithë ju kanë mënë shinjesër dhe duan diçka të dinë për ju, ose janë gati t'ju pushkatojnë nëse marrin vesh dhe gjë më të vogël për ju, kështu që mbroni, prandaj mbroni veten tuaj, interesat tuaja, mos shisni idet tuaja, mos shisni sekretet tuaja, kujdes me kë flisni, me kë bisedoni, kujdes në vija të përgjithshme sepse shumë persona ju e vën pas dhe o zbulojnë atë që duan në lidhje me ju për ta përdorur kundër jush, o bjerevdisi thon asaj. Për sa i përket ditës së diel, dita e diel sjell një paqe në shpirt, do të thotë që shumë prej jush gjeni paqe në shpirtin tuaj, shëroheni nga traumat e së kaluarës, nga fobitë e së kaluarës, nga frika, nga pasiguria, nga ndjesitë dhe mendimet negative, për një situatë që mbase keni kaluar dhe ju ka lënduar në shpirt do gjendet zgjidhje. Pra është ai momenti ku rizjon edhe njëra të fëmijën brenda vetes, rizjon shpresën, rizjon naivitetin, rizjon jetën në përgjithësi dhe je vetes mundësin për të parë me sy më optimist drejt së ardhmes. Por për të gjithë ju që keni kohë që vuani nga një traumë e së kaluarës, nga një frikë pasiguri që e keni kaluar, ndoshta e ka burimin që në fëmirin tuaj, duket se më në fund bëni paqe me këtë gjë dhe kjo është dhe arsyeja pse gjeni motivin për të ecur përpara. Përshëndetje një virgjëreshës dhe mirë se po vini këtu përsëri në Zodiac Oracle. Ta analizojmë çik këtë javën e bukur dhe shumë të bukur për ju me eklips, kjo ja, bravo, shumë bukur me hëne në shenjën tuaj, ju ndihmon të vendosni një radhë në mendimet tuaja një pikë së pari, ju ndihmon të kuptoni se çfarë ka vlerë vërtet në jetën tuaj dhe ju ndihmon të hiqni qafe trauma edhe ju, fobi, frikra, pasiguri dhe çfarëdo gjë që ju mban të bllokuar dhe në pamundësi për të realizuar ëndrat dhe objektivat tuaja. Pra, për mua më tepër, ky eklipsi në shenjën tuaj tregon shpëtim, se sa ndonjë gjë tjetër, çfarëdo gjë qoftë ajo. Dhe sidomos në çështje psikofizike, as i bëhet fjalë. Tani, secili do ketë ato gjërat e veta për të parë këtë javë, por që në vija të përgjithshme them se kjo ka për të qenë. Për sa i përket tani dhe shikoj se ka efekt një vit, nuk dua të them se dëgjoj shumë lart e poshtë 2 muaj, po jo, pra nuk është 2 muaj, po të mendosh që akset kanë ndryshuar. Jemi akse tani peshk virgjëresh tani dhe do vazhdojnë eklipset në këtë aks. Kemi dhe në gusht përsëri në shenjën e virgjëreshës, se nuk ka bëhem, diçka e tillë. Atëherë, jo, do zgjasi, diku te një vit do zgjasin të gjitha këto situata, shumë prej nesh do të ndihen të rënduar emotivisht, psikologjikisht, po dhe fizikisht, sepse rikthehen patologji të caktuara që menduam se joshim qafe, që ka lidhje me atë psikosintezën psikofizike, siç po them unë, por që është edhe mundësia që njëre për gjithmonë ti heqim qafe dhe të mund të ecim, të vazhdojmë përpara si njerëz normal, të shëruar pra.
Kështu që këto do ju them përsa i përket kësaj jave, të shkojmë se çfarë do rezultojë dhe nga leximi i letrave. Nëse TikTok-u mbyllet më gjeni në YouTube Zodiac Oracle dhe numrin e kontaktit gjeni në webin e faqes. Tani, përsa i përket ditës së hënë, dita e hënë është dita e jap mundësi ose më japi mundësi për të realizuar apo për të zgjidhur çështje të caktuara. Pra, në qoftë se ju keni nevojë për një mundësi të dytë, atëherë mjafton të provoni se mund t'ja dilni, jeni të aftë, jeni kompetent dhe mundësia është e juaja. Në qoftë se dikush po ju kërkon një mundësi, ofrojani, ama vjen me kusht, provoje që e meriton. Pra, për sa kohë provohet nga ju apo nga të tjerë se e meritojnë t'ju jepet një mundësi e caktuar, atëherë ecni përpara dhe mos keni frikë, sepse çdo gjë është e zgjidhshme dhe e realizueshme. Për sa i përket ditës së martë, nuk më bën çudi dhe këtu më tepër do i referohem ditëve të fundit të shenjës tuaj, do të ndjeni se diçka mungon nga jeta juaj, se diçka nuk e keni realizuar dot, se akoma nuk po arrini atë mirëqenien që prej kohësh po kërkoni të arrini. Mund të keni humbje ekonomiko-financiare gjatë kësaj dite, mund të ndjeni se keni humbur shumë dhe nuk po rikuperoni dot, mund të ndjeni në shpirt të varfër, të plogësht, të pa realizuar e përkohshme situata, por për aq sa do të zgjasi, do ju vëri vërtet në mendime. Dhe uroj të jetë kështu që të luftoni, të punoni fort që të arrini të bëni dhe ju ndryshimin. Kujdes ekonomin, kujdes investimet, kujdes çfarëdo gjë ka të bëjë me financat ditën e martë, nuk investoni, nuk luani me para në aspak, sepse me sa duket edhe mund të arrini ta çoni veten deri në katastrofë, kështu që me shumë kujdes. Përsa i përket financave sidomos. Tani, dhe përsa i përket personave që vinë riktheni jetën tuaj apo i kërkojnë gjëra të caktuara, dhe aty me kujdes. Nuk i jepni dhe shpirtin tuaj sepse mund të mbeteni pas një gjë. Tani, përsa i përket ditës së mërkur, jeta juaj po merr një tjetër lloj kthese, nuk është e lehtë, domethënë mos prisni që çdo gjë të jetë e lehtë. Rrugëtimi është i vështirë, ama suksesi është i garantuar. Këtu çfarëdo gjë ka të bëjë me tregtin, çfarëdo gjë ka të bëjë me paran, me të mosuarit, të eksploruarit, të eksperiencave të reja, nëse jeni duke nisur pra diçka të re, të udhëtimeve, pse jo dhe të mjetit, nëse keni ndërmjet të blini një mjet ju del shumë mirë, dhe prej këtej në vazhdim bëni gati sepse pavarësisht të tash sfidave dhe sprovave, realizimet tuaja kam për të qenë me të vërtet spektakolare, e kam seriozisht. Pra jeta juaj po ndryshon dhe po ndryshon në një mënyrë që as vetë ju nuk e kishit imagjinuar dot. Se ku ju çon? Shumë larg dhe shumë bukur. Për këtë gjë të jeni të sigurt. Pra, vërtet po flasim për një ditë aty, por një ditë mund të bëjë diferencën dhe pikërisht kjo ditë bën diferencën në jetën tuaj. Tani, përsa i përket ditës së enjte, dita enjte është dita ku ndihma ju vjen pa u lodhur juve fare. Pra, keni nevojë për ndihmë diku për të arritur diçka, do ju vi krahapur, nuk do ju kursej njeri ndihmën, por ju lutem shumë merreni këtë gjë seriozisht, bëni dhe ju punën që ju takon, lëvizni dhe ju krah e duar që të arrihet qëllimi sa më shpejt dhe sa më mirë. Pra ndihma nuk ka për t'ju munguar, por lëvizni krah e duar edhe ju që gjëja të bëhet edhe më mirë. Dhe përsa i përket ditës së premte, o martoheni, në kuptimin që vërtet do flisni për ditët në vazhdim të tipit ose jeni të ftuar në një dasëm ose vërtet jeni ju që martoheni ose ju bëhet propozimi shumë pritur ose të paktën gjëra të tilla diskutohen, ose jeni pjesë e këtij procesi dhe favorizojnë shumë bashkëpunime afatgjata, shumë të rëndësishme, shumë fitimprurse, shumë të goditura. Do thosha dhe kuptoni fjalën të goditura. Do të thonë çka mungonte ja ku është më në fund. Përsa i përket ditës së shtunë, harmoni, stabilitet dhe më në fund bëheni dhe ju pjesë e rjedhës së jetës tuaj. Pra hyni në rjedhën e lumit të jetës tuaj dhe nuk besoj se keni më të ndalur prej këteje në vazhdim. Për çfarëdo gjë jeni lodhur me sa duket shpërbleheni dhe arrini dhe ju në destinacionin tuaj. Dhe përsa i përket ditës së diel, evitoni çfarëdo gjë ka të bëjë me egocentrizmin, çfarëdo gjë ka të bëjë me kotësinë, plogështinë, boshllëkun. Keni parasysh një gjë, mirë është ta duash veten, por jo deri atje sa të sakrifikosh të tjerët, dhe mirë është i duash të tjerët, por jo deri atje sa të sakrifikosh veten. Domethënë duhet të ruhet një ekuilibër, ndaj të bëni kujdes me egocentrizmin e çfarëdo lloj forme dhe natyre ditën e diel. Mos ngulni këmbë si mushka dhe ju dhe shikoni gjërat çik më me
lartëpamësia, nëse më ta themi dhe kështu. Përshëndetje që një peshore, si ku jeni përse një Zodiac Oracle, përsëri në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë e rëndësishme ku e kaluara ju troket në derë dhe shikon gjithë madhështinë e vet. Çfarë do gjë ka lidhje me probleme psikologjike që mbas e keni pas, me sa thuash ankthin, me stresin, me ëndra të këqija, me një patologji që mbas e keni kaluar, me çështje shëndetësore, me hospitalizime, me mjekime, me persona, me situata, me frikë, edhe me spiritualitet, sido që të jetë këto gjëra vinë edhe ju shfaqen dhe njëherë brenda kësaj jave, çfarë të mundni zgjidhni, çfarë të mundni mbyllni, çfarë të mundni hiqeni qafe dhe vazhdoni të shëruar dhe të shtirët për para. Por ju që jeni pjesë e një korporate shumë të madhe, e një shoqërie shumë të madhe, e një biznesi shumë të madh, ose një pjesë e politikës, do më bëni shumë kujdes, ka shumë prapaskena, ose në qoftë se doni të mos rrezikoni, atëherë mundoni që çdo bisedë ta bëni prapa dyerve të mbyllura, të merren vesh sa më pak gjëra të jetë mundur, që të mund të keni sukses në punën tuaja, për ndryshe keni për ta pësuar. Dhe kjo fal eklipsit të hënës në shenjën e Virgjëreshës. Për ju banesa e 12, shumë gjëra dalin në sipërfaqe, kujdes mbroni interesat tuaja dhe kujdes të siguroheni që sekretet tuaja të jenë mirë të mbrojtura. Dhe sidomos juve të 10 ditëve të fundit. O Zot. Nëse, çfarë është për të dalë, do dali, s'kemi çfarë të bëjmë. Tani, për sa i përket këtij TikTokut të bukur, të dashur, nëse mbyllet më gjeni në YouTube Zodiac Oracle, aty do mund ishni në parashikimet e javës dhe në çdo parashikim tjetër, edhe numrin e kontakte gjeni në webin e faqes të kanalit. Atëherë, dita e hënë. Dita e hënë është një ditë ku mos ishni dorë nga ëndrat tuaja, sepse duket sikur në moment që ishni dorë, aty u mbetet çdo gjë. Pra, nëse shikoni se tani në fund do thoni po tani e gjeti, është sfida e fundit, është problemi i fundit me cilin do përballeni, është pengesa e fundit, ndaj dhe mos hiqni dorë. Nëse gjatë ditës së hënë nuk do trembeni, nuk do stepeni, nuk do lodheni, por do këmbgulni deri në fund, një ëndër e juaja kthehet në realitet dhe ndryshon gjithë jetën tuaj. Për sa i përket ditës së martë, edhe më bukur akoma, duket se fati ju ndjek prej këtej në vazhdim në çdo fushë të jetës tuaj. Pra, që nga zgjohem në mëngjes dhe çdo gjë është e sistemuar e rregulluar bukur, me rastësi të këndshme të tipit vendin e parkimit e kam të lirë, që nga nuk ka radhë aty ku dua të shkoj, mbaroj punë shpejt e shpejt, nuk më dalin pengesa gjatë rrugës, nuk ka trafik, e kuptuar se çfarë dua të them, dhe përsa i përket financave sigurisht që vlen, dhe përsa i përket dashurisë sigurisht që vlen, dhe përsa i përket cilësisë së jetës tuaj, as i bëhet fjalë që kjo gjë vlen. Pra, dita e martë në vazhdim duket se është një ditë konstante, është një fazë konstante fati për ju. Përsa i përket ditës së mërkur, edhe më bukur akoma, këtu çfarë do bashkëpunimi, çfarë do gjë që ka të bëjë me rrjetet sociale, me reklamën e punës tuaj, me grupime shoqërore, me jetë sociale në përgjithësi, me bashkëpunime në grupe të mëdha njerëzish, me një projekt të ri që doni të lançoni apo të promovoni, me jetën tuaj personale përmes njohjeve të caktuara, duket se çdo gjë ju del me sukses. Por besoni kur ju them nis tani, por do e shikoni edhe në vazhdim, në vazhdim të pranverës e kam fjalën, dhe sidomos në muajin maj dhe diku aty fillim qershori do thosha, por çdo gjë nis ditën e mërkur. Për sa i shtrohet rruga, domethënë, gjithçka është konkrete, vazhdon puna derisa të finalizohet në të muaj që ju thash. Pra është një sukses i vazhdueshëm. Merre bashkoj edhe me ditën e martë, ju thash nisi periudhë që do të jetë goxha fat dhe mirësi për ju. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku ka më bukur se kaq, jenë në një simfoni shumë të bukur, melodioze të jetës tuaj, ku më në fund arrihet ekuilibri, gjërat rrafshohen, ekuilibrohen, sistemohen, janë harmonike, janë në sinkronizim, dhe këtu çfarë bëhet?
shkruhet një simfoni e re, simfonia e 7 e Beethovenit, sido që të jetë, po flasim për një fillim të ri, po flasim për një mundësi të re që jeta juaj të ndryshojë dhe të jetë të marrë atë lloj forme, atë lloj natyre, atë lloj strukture që ju prej kohësh dëshironi që të kishte. Një punë në grup favorizohet jashtë masë shumë, emri juaj lakohet kudo që jeni dhe në fund ju jeni ata të cilët jeni tepër të fituar nga çfarëdolli marrëveshje, bashkëpunim apo iniciativë që ndërmerret në grup. Për sa i përket tani ditës së premte, dita e premte është dita ku këtu tani jeni tipik ju, që prisni, se çfarë prisni ju e dini, nuk parajmen iniciativat vetë, po si shtyte mirë, është e pamundur të shkundeni vendit juve. Tani këtu pikërisht këshill po ju jap dhe sidomos këtu për sa i përket aspektit personal. Diçka po e vëzhgoni, ose dikë po e vëzhgoni, diçka po kërkoni ta ndryshoni, dikush doni të vi, po prisni që dikush të vi, të rishfaqet. Do ndodhi kjo gjë, nuk është se nuk do ndodhi, por pritshmëritë tuaja me realitetin nuk do përkojnë, do zhgënjeheni. Nëse doni mendimin tim të sinqert, e para vazhdoni përpara. Por nëse nga ana tjetër nuk ka lidhje me këtë gjë që po themi, po thjesht dikush ju pëlqen, po nuk po guxoni do të merrni iniciativën të flisni ta afroni, është e kohë po mbisni kohë. Pra, ecni, vazhdoni, flisni, kërkoni dhe them se çdo gjë është me lehtë për t'u arritur, sesa thjesht të rish të vëzhgosh dhe të mos bësh asgjë, po thjesht të presësh. Është kohë e humbur. Dhe nuk besoj se keni më ju kohë për të humbur. Për sa i përket tani ditës së shtunë, po këtu thyeni thash, është banesa 12, toksiciteti. Dhe çfarëdo gjë ju mban peng brenda këtij toksiciteti, qoftë një marrëdhënie, qoftë një gjendje psikologjike, qoftë një sëmundje, që çfarëdo gjë qoftë, duket se është kupusni marrëdhëniet me të, kjo mund të jetë që nga një lidhje shumë toksike, që nga një frikë pasigurisht më madhe që e keni ju në veten tuaj, që nga një varësi që e keni juve vetë ndaj një substance, ndaj një çfarëdo gjë qoftë. Pra, një tendencë juaja negative që ju bën keq, çfarëdo gjë mund të lidhi me tash hospitalizime, me drogra, me ilaçe, me psikologji të rënduar, me depresionin, pse jo, me çfarë tjetër, me burgun, duket se i mbyllni këto gjëra njëherë për gjithmonë dhe shpëtoni nga çfarëdo gjë ju mban të lidhur. Dhe përsa i përket ditës së diel, familja ju thëret, dhe do kaloni çaste shumë të bukura me familjen tuaj, do të ndjeni dhe shumë të bekuar që e keni. Ju që se keni do ecni me mendimin se duhet ta krijoni. Pra, angazhoheni që të krijoni familjen tuaj dhe ju. Përshëndetje shenja Akrepi dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Unë do ju uroj një javë sa më të mbar, është në ndikimin e një eklipsi ënor në shenjën e Virgjëreshës, nuk do të them se ndikon keq tek ju, mund ta them këtë gjë. Zhgënjime të vogla mund t'i keni, por përsëri të tjera lloj zhgënjimesh ju japin atë motivacionin dhe shtysën që të krijoni ëndra të reja, që të sillni individ të rinj në jetën tuaj dhe t'i bëni gjërat më mirë prej këtej në vazhdim. Tani, këtu TikToku edhe mund të na mbyllet siç po na thon, por ne nuk na shqetëson kjo pjesë, sepse sido që të jetë mund të dëgjohemi në YouTube Zodiac Oracle, aty do gjeni parashikimet e javës për shenjën tuaj, por aty do gjeni dhe numrin e kontaktit për gjithë ju që po të keni dëshirë ndoshta të na kontaktoni për arsyet nga më të ndryshmet. Pra në webin e faqes të kanalit do të gjeni edhe numrin e kontaktit. Atëherë, përsa i përket ditës së hënë, ditën e hënë nuk jeni ende gati dhe s'doni të merrni vendime të rëndësishme, por mendoni se është më e rëndësishme të saktësoni mendimet tuaja. Jeni akoma në fazë manifestimi, akoma jeni duke procesuar momentin, atë çka është më e rëndësishme për ju, atë çka është thelbësore për ju dhe nuk doni të trysnoheni. E dini shumë mirë se ka shumë mundësi vërdall, po ju po kërkoni atë një mundësi që është e juaja. A mund të arrihet kjo gjë? Sigurisht, në qoftë se ditën e hënë nuk bini pre trysnisë së jashtme të njerëzve, të individëve që ju flasin, që ju shtyn të vendosni, të merrni një vendim, ndërkohë që ju e ndjeni se akoma nuk është momenti ose se ajo çka po ju ofrohet nuk është ajo që ju kërkoni, fare mos më vendosni, fare mos u poziciononi, në fund do dali ajo që ju kërkoni dhe do thoni shqyrë o Zot që nuk u ndikova.
Kështu që mos merrni vendime ditën e hënë nëse mendoni se nuk është ajo çka ju realisht po kërkoni të arrini. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë do shumë kujdes sepse mund ta apostoni, por tip gjasat janë që dita e martë të sjellë individ gënjeshtar, mashtrues, përfitues, manipulator, e me radhë në jetën tuaj. Çfarë do gjë ju shkëlqen nuk është flori dhe bëni kujdes sepse mund ta apostoni me të vërtet shumë keq. Tu mund ta apostoni keq dhe në jetën personale, profesionale, ekonomiko-financiare sidomos, ndaj edhe mbron interesat tuaja dhe mbani lart të gjithë këta që janë servila njerëz, mund të duket sikur nuk e di, ofrojnë shumë, por në fakt zhvasin shumë. Këtë tipare kanë të tyrin. Tani, përse i përket, përdorni intuitën tuaj sepse nuk gabon, në mënyrë që të demaskoni individ të tillë dhe të shpëtoni vetëm prej tyre. Përse i përket ditës së mërkurë, çfarë do gjë kërkoni të dini, do ja dini të dini. Tu diçka zbulohet, diçka merret vesh, është një sekret, është një diçka që nuk ishte ndjeni për kësaj gjëje. Rastësisht do të gjendeni në vendin e dur të gabuar se të doni merreni, rastësisht do të ndodhi gjithë situata, por ajo çka hapet nuk mbyllet më, pasi hapet syt, më këtij pas nuk ka. Dhe pas kësaj gjëje me të vërtet mund të mbyllet një derë, por që besoni të hapen dhe 10 dyer të tjera para jush. Sido që të jetë, këtu po flasim për të ardhmen tuaj, këtu përcaktohet destini juaj prej këtej në vazhdim. Gjërat nuk do i shikoni më nga vrima e një çelësi, por do hapet dera dhe do i shikoni gjërat tamam se si janë. Dhe prej andaj në vazhdim do merrni pikërisht ato vendime të rëndësishme që keni për të marrë. Se çfarë do jetë të shohim. Tani për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku diçka të çmendur po guxoni, po bëni një çmenduri. Domethënë, nuk e di se çfarë është kjo që po tentoni të realizoni, mund të jetë një investim, po mund të ta quajë çmenduri në fakt në kushtet ku jemi aktualisht, nuk besoj se ky është momenti ideal për të guxuar e për të sjellë një ndryshim kaq të madh në jetën tuaj. Megjithatë, nëse gjithë ky ndryshim po bëhet me një farë baze, pra keni një farë sigurie në vetvete, atëherë vazhdoni dhe mund të jeni edhe frymëzues për shumë të tjerë. Por, shikoj se kjo ndonjëherë tregon dhe sakrificën, por nëse këtu thjesht po niseni thjesht në bazë të një ideali apo të asaj çka ju mendoni se është e mira për të bërë, edhe mund ta posoni dhe në vend që të frymëzoni dhe të tjerë, të bëheni dhe shembull për të mos imituar. Kështu që siguroni se çfarë po bëni, siguroni që me të vërtetë t'ia vlej. Kujdes çdo lloj si ta them, çdo lloj nxitimi, çdo lloj risku, çdo lloj gjëje e tillë mund t'ju kushtoj shumë nëse bazat nuk i ka vërtet të forta. Nëse nuk po ecni mbi një rrugë që deri diku është e shtruar. Kujdes. Tani, për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku, këtu çfarë do gjë ka lidhje me fëmijët tuaj duket se zgjidhet. Nëse keni dhe probleme me prindërimin, duket se do ja dilni ta keni një fëmijë në jetën tuaj, në fund do e merrni këtë lloj lajmi. Nëse nuk e keni një fëmijë dhe nuk keni probleme, thjesht do e mendoni dhe më gjëre gjatë akoma se ka momenti për ta pasur një, dhe jeni të mbrojtur nga çfarëdo gjë që mund të jetë rrezik në jetën tuaj, sepse do jeni si puna e fëmijës, ecën futuru, si punë e budallajt, po asnjëherë se gjen asgjë bie, po nuk vrihet. Kështu që ama nuk do të thotë që edhe të provokoni fatin tuaj pafund. Por sido që të jetë, po përveç faktit që u thash konkretisht, domethënë një çështje që ka lidhje me fëmijët ose me prindërimin zgjidhet, nga ana tjetër është edhe ditë fati ku pavarësisht se sa ju do të luani me fatin tuaj, fati ju do dhe nuk do ju gjej as edhe një gjë e keqe. Plus, me sa duket pastërtia juaj do jetë edhe fati juaj, por kujdes me naivitetin. Aty me të vërtetë bëni shumë kujdes. Tani, për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku këtu ato rikthime që janë për të bërë do bëhen dhe do zgjasin në kohë, domethënë ata individ që duhet të jenë bashkë, do jenë bashkë dhe më të ndarë nga njëri tjetri nuk do të kenë. Por dhe ata të cilët
janë vetëm dhe s'kanë gjetur ende dikë, me sa duket ka shumë gjasa që ditën e shtunë të vi një individ i rëndësishëm në jetën tuaj dhe të qëndroj, pra të jetë ajo çka po prisni për shumë kohësh. Por ju që keni pas probleme në marrëdhënien tuaj, i zgjidhni ato dhe ribashkoheni, rigjeni njëri tjetrin dhe nuk besoj se do kaloni më probleme siç mund të keni kaluar. Për sa i përket ditës së diel, dita e diel është dita që duhet të merrni vendime shumë të rëndësishme për jetën tuaj, për vazhdimsinë e jetës tuaj, duhet të bëhen goxha ndryshime, përshtatje, por nuk ka rëndësi se çfarë rrugë do të zgjidhni, ajo që ka rëndësi në këto vendimarrje tuaja është thjesht vendimarrje, është thjesht të hidhni hapin dhe të ecni përpara. Kjo përcakton edhe të ardhmen tuaj. Keni parasysh. Një ardhme që jo domosdoshmërisht duhet të jetë edhe problematike. Thjesht duhet marrë një vendim edhe ju takon vetë ta merrni, kjo është dhe pjesa më e vështirë. Fakti që nuk ka kush ju ndihmoj, përgjegjësia është e gjithë juaja, bie mbi supet tuaja dhe thjesht duhet bërë kaq. Përshëndetje një shigjetari dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë me të vërtet shumë e rëndësishme është në ndikimin e eklipsit hënor në shenjën e Virgjëreshës, sigurisht ndikon tek ju. Do të bëni kujdes gjatë kësaj jave, sidomos vetë 10 ditë të fundit, edhe me çështje pune dhe me çështje personale, statusi e gjëra të tilla. Mbroni interesat tuaja, nuk përfshiheni debate me prorët tuaj, me bashkëshortin tuaj, me babain tuaj, por nëse shikoni që drejtësia është shumë e madhe dhe një padrejtësi po ju bëhet apo ju është bërë, ka dhe shumë gjasa që të mos duroni më dhe të doni të largoheni për shumë nga një vend pune që po ju drysnon, t'i ktheni përgjigje ose të keni një përballje me një e prorin tuaj, me një prind ose me një bashkëshort nëse ndjeni se nuk po ju lë të jetoni siç doni ju. Sido që të jetë me kujdes këtë javë, pra, edhe pse këto do të jenë tendenca që të zgjasin gjatë, përveç kësaj, le të kthehemi edhe çik nga TikToku këtu ku jemi, nëse mbyllet, keni parasysh më gjeni në YouTube Zodiac Oracle dhe numrin e kontaktit e gjeni në web të faqes, të kanalit. Kështu që çdo gjë e zgjedhur. Tani përsa i përket kësaj jave, nis java me, po sigurisht, me çfarëdo gjë që duhet ta lini të iki, sepse ju sëmuri. Pra, duke mbajtur peng diçka, duke mos dashur ta lini të largohet, duke mos dashur të pranoni se ka mbaruar, ka përfunduar, duke se mbani peng edhe veten tuaj edhe jetën tuaj. Çfarëdo gjë qoftë kjo, një person i cili dini shumë i ka ikur dhe s'do kthehet më, që nga një mundësi që nuk ka për të kthyer më, që nga një pendesë, nëse keni parasysh që nuk ju lë të eci përpara, çfarëdo gjë pra që ju mban të bllokuar, gjeni kurajon, gjeni forcën ta lini të iki që të shpëtoni edhe ju bashkë me të. Ditën e hënë. Të tilla vendime do merrni, të tilla situata do të keni. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë është dita ku të bllokuar o në burgun e jetës tuaj me një marrëdhënie të dështuar, me një familje në cilën nuk doni më të bëni pjesë apo nuk doni të jeni pjesë, pra janë të gjitha ato situata që ju bëjnë të ndjeni si të burgosur, si të bllokuar, sikur s'keni nga t'jambani, dhe me të vërtet kështu edhe ka gjasa të jetë, por që mos harroni se në këtë situatë veten tuaj vetë futet. Dhe ashtu sikur se vetë e futët vete në këtë situatë, vete dhe mund të shpëtoni, sepse shpëtim ka. Mjafton të doni ta pranoni këtë gjë, miushin ja ku e keni, mund t'ju ndihmoj. Po të doni ta përdorni, çështja është do doni ta përdorni. Nuk e di, do ta shohim këtë gjë. Tani, përsa i përket juve që keni gabuar rëndshëm, sepse banesa e 10 janë dhe autoritetet, pra për ju që keni bërë një gabim të madh, nuk do më bëte çudi në qoftë se ditën e martë gjendeni pas kangjëllave. Ose mund të jeni pjesë e një procesi gjyqësor apo gjëra të tilla, por që ju lidh puna. Do ta themi këtë gjë. Përsa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita ku një pjesë e mirë e juaja gëzoheni aq shumë sa që nuk di çfarë të them. Këtu kuptoni se gëzoni shëndet të plot, jeni falendërues për gjërat që keni, për qoftë edhe pak sikur të jenë ato gjërat që keni, do të ndjeni me të vërtet të bekuar. Është ditë bekimi, është ditë lumturie, është ditë arritjesh, është ditë realizimi të ëndrave, pse jo, një njohje mund të dali, njohja e jetës tuaj dhe ky mund të jetë personi i jetës tuaj. Diskutohen çështje që kanë lidhje me fejesa, martesa, bashkëtesa, fëmijë,
arritje, suksese, objektiva dhe projekte që i keni, çdo gjë duket se ju del për mirë. Për ju që operoni përmes rrjeteve sociale, duket se ju pret një sukses shumë i madh dhe shumë i rëndësishëm. Pra do fitoni famë. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku jeni të kënaqur me arritjet tuaja, një pjesë e mirë prej jush. Jeni krenar për gjitha ato gjëra që keni arritur, sepse keni arritur me vlerat tuaja. Eksperiencat që keni kaluar ju kanë bërë të jeni këta persona që jeni tani dhe ndjeni krenar sikur se tash për veten tuaj. Përmes sa duket ju ka mbetur dhe diçka akoma që nuk e keni realizuar dot. Dhe mbi këtë gjë do të luftoni këto ditë që do të pasojnë, duke parë se si këtë një ëndër, këtë një dëshirë ta ktheni në realitet. Mund të jetë që nga një studim që nuk e kryet dot kur dhe doni ta filloni ta nisni tani, që nga një eksperiencë që nuk patët kur mundësinë ta përjetoni dhe doni ta përjetoni tani, nëse çfarëdo gjë që doni të bëni me kujdes dhe vini në punë gjithë eksperiencën tuaj, sepse për atë ndoshta dhe ju shërbyen gjitha gjërat që akumuluat deri më sot. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita e privilegjit. Ju që jeni femra, shumë kollaj mund të hapni rrugën vetes tuaj dhe të merrni atë çka dëshironi pa shumë sforco. Për sa i përket marrëdhënie me meshkujt, kuptoni një gjë, mund të arrini të merrni çfarë të doni ju prej tyre, por kur nuk do mund të jeni femra që duan të kalojnë jetën me të, ta kemi të qartë këtë pjesë, pra do mbeteni gjithmonë ajo femra tjetër, ajo femra e luksit, ajo femra e qefit, ajo femra e t'i plotësoj gjitha dëshirat, ama mos më kërkon më shumë se kaq. Ju jeni meshkuj, po ju lidh puna me femra të tilla ku kuptohet shumë qartë që këtu nuk është se nuk doni ju ta keni këtë femër në jetën tuaj, po është ajo që ju ka bërë të qartë, ju ka thënë, po, për sa kohë jemi bashkë më mban, më siguron gjithçka që un kam nevojë dhe un thjesht të jap, të ofroj atë për cilën ke nevojë, për vetëm kaq. Në vija të përgjithshme, le të themi si meshkuj dhe femra të jeni, përjashto pjesën personale të kësaj letre, le të themi që në përgjithësi tregon privilegj. Pra do të jeni të privilegjuar në gjëra që do kërkoni të arrini, të bëni, do ju hapet rruga kollaj, do gjeni zgjidhje kollaj dhe duket sikur të gjithë do të jenë në funksionin tuaj atë ditë për të zgjidhur juve çështjet tuaja lehtë. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku shumë prej jush do të kujtoni humbjet e së kaluarës, sa keni humbur, refuzimet që ju janë bërë, humbjet që keni pasur, sa të dobët, sa delikat që jeni në këto kushte aktualisht, por këtu lind edhe besimi në vetvete, këtu edhe kthehet, të thuash ajo tendenca për të luftuar dhe më tepër, për të mos u kthyer më në situatat së kaluarës dhe për të fituar vetbesimin, po dhe vetdashurinë. Këtu lindin gjëra shumë të bukura, vetëm për faktin se pranoni humbjet që keni pësuar deri më tani. Për sa i përket ditës së, po sigurisht të diel, po, është nisi ditën e shtunë, përballesh me hijet që ke në kokën tënde, me turpin, me hijet çfarë janë? Janë ndjesia e turpit, e fajit, e të gjitha këtyre gjërave me radhë dhe pastaj çfarë ndodh pasi përballesh me këtë lloj hije, me këtë lloj ante erë të personalitetit që ke, në fund bën paqe dhe vazhdon përpara. Dhe për këtë gjë dhe bëhet fjalë që të dini një individ i elevuar, një individ më i lartësuar brenda kësaj jave. Përshëndetje, Shenjebrit Sjapit, ja ku jemi përsëri këtu me mua jeri dhe kësaj jave dhe kësaj here. Një javë që uroj sinqerisht të jetë produktive, të jetë të paktën e qetë për ju. Nëse TikTok na mbyllet, do më gjeni në YouTube Zodiac Oracle, me parashikimet e javës dhe jo vetëm, dhe në web do të gjeni edhe numrin e kontaktit. Për ju që të jeni të interesuar për ta pasur ata. Tani, për sa i përket kësaj jave, po, kjo javë është në ndikimin e një eklipsi janor në shenjën e Vigjioreshës, se ajo ndikon juve, te diku dhe ju ndikon, megjithatë, me kujdes, vigjilent, në interesat tuaja dhe nuk besoj se ndodh në një gjë katastrofike.
Tani përsa i përket ditës së hënë, ende jeni në pritshmëri të diçkaje, do të thonë duket që nga mëngjesi deri nga darka vonë kur kjo gjë të realizohet, ose nëse nuk ka fare të bëjë me ditën, por ka ditë të tëra apo muaj të tërë që po prisni realizimin e një gjëje, duket se kjo gjë vjen më në fund pas shumë e shumë tentativash, pas shumë e shumë përpjekjesh, pas shumë e shumë pritjesh, kjo gjë realizohet, por juve s'do ndjej më fare. Do të thonë ti dhe ai momenti ku nuk doni më, s'u ndjen më, nuk ju intereson më. Ka iku qasti, kështu që si të vi, si që erdi, si të mos vinte njësoj, do të ishte më për ju. Por së do që t'je diçka që kishit prikosh që ku e prisni të vinte vjen, pavarësisht se tashmë ju ka mbaruar entuziazmi dhe e shikoni si diçka të pa vlerë. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë favorizon shumë flirtin, dashurin, jetën të dalurit, të argëtuarit, të shijuarit të jetës. Pra, në dhijat e përgjithshme favorizohen shumë njohjet e reja që premtojnë që është e vërteta përsa i përket të ardhmes dhe bashkëpunimet të cilat nisin tani dhe nëse shikohen me kujdes, atëherë them se kanë premisa për të ecur goxha mirë në të ardhmen. Përsa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita ku merrni një lajm shumë të rëndësishëm, ju aprovohet një kërkesë juaja, si të thuash një ose ju thjesht pranoni propozimin që ju është bërë, ose ju jepet okay në lidhje me diçka që kërkoni, çfarë do gjë qoftë kjo, sjell në jetën tuaj një fillim të ri, një nismë të re, ju jep okay për të vazhduar përpara, çel dritën jeshile pra, dhe në përgjithësi pra le të themi thjesht që të gjithë, domethënë dokumentacioni i cili ju paraqitet ose ju dorëzohet ditën e mërkurë, duket se mbart pikërisht atë lloj zgjidhje apo pikërisht atë lloj informacioni për të cilin kishit edhe nevojë. Tani këtu nëse diçka duhet ta mbani sekret, nëse diçka duhet të mbetet në pas dyerve të mbyllura, ashtu edhe qoftë. Përsëri duhet në të mirën tuaj. Një rikthim nëse mund ta keni, po, mund të ju komunikoj dikush, të cilin keni kohë pa dëgjuar prej tij dhe prisnit kohë të merrni lajme, duket se i merrni. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është një fat shumë i madh. Nëse do dini ta kapni mundësinë e ditës së enjte, çfarë do lloj mundësie qoftë ajo, duket se ju del me një fat shumë të madh, i cili nuk do zgjasë vetëm brenda ditës së enjte, por do zgjasë shumë gjatë në kohë. Është bëhet fjalë për okazione, bëhet fjalë për mundësi, qoftë të zgjidhurit të një problemi, qoftë arritjes së diçkaje të një objektivi, qoftë çfarë do gjë qoftë, kapni momentin dhe ndryshoni jetën tuaj sepse për këtë bëhet fjalë. Dhe përsa i përket ditës së premte, dita e premte thotë dëgjoni mendjen e ndritur të atyre personave që dinë më shumë se ju, por kujdes vetëm të atyre personave të cilët keni vërtet shumë besim dhe evitoni nga ana tjetër arrogancën dhe sjellje tendencioze të atyre individëve që vërtet kanë më shumë eksperiencë se ju, por e përdorin ata në mënyrë negative, tendencioze, sikur të thashë që ulin juve. Duhet të kuptoni se dhe juve nuk keni pak eksperiencë, mirë jeni, mirë qëndroni, keni fituar goxha gjatë këtyre viteve, mund të mposhtni këdo në lojën e vet. Ajo çka do të thoni, do të diskutoni, do të nxjini nga goja juaj ditën e premte mund të bëjë diferencën në marrëdhëniet tuaja me të tjerët dhe në arritjen e një objektivi shumë të rëndësishëm tuaj, sidomos në çështje pune dhe karriere. Kështu që me kujdes. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë tregon se ato çka do mbillni tani do ta shijoni për një kohë shumë të gjatë në jetën tuaj. Me sa duket nis diçka e re, mbillet një farë e re e cila ka përndryshuar komplet jetën tuaj me frytet që do t'i japi pak më vonë. Kështu që po vazhdoni me nisma të reja, me objektiva të reja, me planifikimet tuaja, duket se gjërat tuaja ju ecin mirë dhe sido që të jetë favorizojeni në procese të tilla me të vërtet shumë. Përsa i përket ditës së diel, dita e diel tregon se pavarësisht se sa doni të jeni të angazhuar apo jo ditën e diel me çështje të caktuara me individ të caktuar, prap të mbrojtur jeni, gjë keqe nuk ju gjen, shpatullat i keni të ngrohta, kështu që edhe mund t'ju lejohet për shembull një farë shkëputje nga realiteti, kam fjalën, pa dëme, pa zarar. Kush në vjet të përgjithshme mirë ishte, nuk ishte keq si javë apo jo. Kështu që vërtet ju uroj që të tilla të keni gjëra dhe kështu t'i gjeni vërtet brenda kësaj jave. Dhe mos harroni gjithçka që thash është plan afatgjat, jo afat shkurtër. Gjitha këto që tham, do shikoni se si do shpalosen në javët, muajt në vazhdim. Edhe vitet, pse jo.
Përshëndetje shenjë ujori dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj, një javë në ndikimin e një eklipsi hënor në shenjën e Vizhëreshës. Nuk mund të them se ju ndikon juve tamam, me thënë të drejtën. Megjithatë, prap nuk e dim se çfarë mund të ketë secili prej jush në hartën e vet edhe se si pastaj krijohet loja, ndërthuret loja. Sido që t'jetë, ju uroj një javë sa më të mbarë si kurse e tash, mundoni të kapni dhe ju ato momentet që ju vinë dhe mund t'i shfrytëzoni, edhe të bëni dhe ju diferencën pse jo për mirë. Tani, përsa i përket TikTok-ut këtu nëse na mbyllet, siç po diskutohet do mbyllet, do më gjeni në YouTube Zodiac Oracle në parashikimet e javës dhe jo vetëm, dhe numrin kontaktin prapë do e gjeni në webin e faqes të kanalit. Tani, përsa i përket ditës së hënë, dita e hënë është dita që kuptoni se fati, jo se fati nuk ju ka dashur, fati ju ka dashur gjithmonë, ka qenë me anën tuaj, do të thënë, ka qenë shpeshherë prezent në jetën tuaj, ose ka qenë kur do herë prezent në jetën tuaj, po çfarë keni bërë? Keni marrë fatin tuaj dhe ua keni dhënë të tjerëve. Do të thënë, duke qenë shumë të gatshëm për të ndihmuar të tjerët, për të zgjidhur çështje të tjerëve, probleme që ata kanë pasur, për të dhënë nga koha juaj, nga interesi juaj të tjerëve, keni lënë pas dore veten tuaj dhe fati juaj ka ikur nga ju dhe u ka shkuar të tjerëve. Këtë gjë kuptoni shumë bukur dhe shumë qartë ditën e hënë dhe uroj vërtet të zotuani, këtë gjë mos ta bëni më. Do me thënë çfarë datë, çfarë mbështetje ofruat, u bë copa për të tjerë, u sakrifikuat plot, tani ka ardhur momenti të ktheni vëmendjen nga vetja juaj. Dhe fati fillon dhe lëviz pikërisht atëherë dhe aty do kuptoni ato çka po ju them, që vetë keni pas fajin, që gjërat në jetë ju kanë ardhur siç ju kanë ardhur, ju keni mbet në vend numëron, ndërkohë të tjerë keni parë se sa bukur kanë ecur përpara. Aty ku kanë ecur ata do ishit ju, nëse ju fatin tuaj nuk dua kishit shitur atyre. Kështu që nëse ditën e hënë ju bën propozime, oferta, ju jepet mundësia që të ndryshoni jetën tuaj, mos rini të mendoni dhe të tjerët. Mendoni vetëm veten tuaj. Dhe po kapeni mundësinë dhe po pranojeni ofertën, sepse fundja ja keni borxh vetes tuaj dhe fundja është fati juaj kjo gjë. Tani, përsa i përket ditës së martë, dita e martë është dita ku ju qeni meshkuj po mendoni shumë gjëra gjatë në lidhje me një femër, të kthehem, të mos kthehem, të jap një mundësi, mos të jap një mundësi. Ju qeni femra, po mendoni, më mendon, do kthehet, do më japi, do më japi një mundësi. Do të thënë, këtu thjesht duhet të vendosit ju meshkuj. Pra ju qeni meshkujt e shenjës së ujorit, nuk keni çfarë mendojeni më, hidheni atë drejt hapi, merrni atë lloj iniciative, folini asaj tjetrës, ore si harroni fundja, s'bëhet mirupafshim. Bëhet, hajde ta shohim edhe një herë. Ju qeni femra, doni s'doni jeni dorë të këtij mashkulli, për të paktën djeni se ju mendon, ju ka në mendje, thjesht ende nuk është gati për të marrë një iniciativë konkrete. Përsa i përket tani ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita ku më në fund jeta juaj po merr tjetër lloj kthese, ndryshimi, po forcoheni, po fuqizoheni, po e merrni veten. Nga se, nga një problem shëndetësor, nga një problem ekonomiko-financiar, nga një problem në çift, pra jeta juaj po më këmbet, po ristrukturohet, le të themi, favorizohen këtu ditën e mërkurë çfarëdo gjë ka të bëjë me shëndetin, çfarëdo gjë ka të bëjë me trupin, çfarëdo gjë ka të bëjë me rutinën, përditshmërinë, punën, kushtet në cilat punoni, jetoni, ushqeni, flini me radhë, dhe struktura e jetës tuaj ndryshon përfundimisht. Shumë prej jush mund të nisni palestrën, shumë prej jush mund të ndryshoni dietën tuaj, shumë prej jush mund të ndryshoni mendimet që kishit deri më sot dhe mënyrën se si e konceptoni jetën tuaj, pra ndryshon dhe filozofia e jetës tuaj, por në përgjithësi le të themi që po qetësoheni, po kthjelloheni, është e proces mendor kthjellimi dhe siç e thash po forcoheni gjithnjë më tepër. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku vazhdoni punën siç e keni nisur, mos u stepni, mos u tutni,
por shtojeni përpjekjet tuaja, kjo pa qenë trysnues kundrejt të tjerëve, sepse këtu bëhet fjalë për një punë në skuadër, ku nuk jeni vetëm ju, ata të cilët po mundohen të sjellin rezultatin më optimal, por po punoni me një grup njerëzish që po përpiqen të arrijnë të njëjtin rezultat. Aty mos harroni se ju i keni të qarta idetë tuaja dhe qëllimet tuaja, por të tjerët nuk kam se si të jenë në kokën tuaj për të ditur gjitha gjërat me detaje. Pra mundoni të jeni të duruar, të ecni me mirë kuptim, të mbështesni vetë dhe të tjerët që kjo gjë të ketë mbar vajtje. Tani, në një punë që bëhet në skuadër, sigurisht suksesi ju takon, do shikoni në fund të muajve të pranverës, gjithë të gjë që po bëni tani, dhe ju vjen me një goxha shpërblim moral po dhe monetar. Dhe për sa i përket çfarëdo përpjekjeje tjetër që po bëni për të rimëkëmbur apo të zgjidhur një çështje personale në çift, në përditshmërinë tuaj, edhe kësaj gjë do ja dini, por mos harroni që do bashkëpunim. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku për ju që keni lënë një çështje pezull, diçka për të sqaruar, diçka për ta sistemuar, për ju që jeni në proces divorci, për ju që po mendoni të kaloni një proces të tillë, atëherë kjo gjë është e paevitueshme. Pra nëse ka momentin që të përballeni me dikë, atëherë ja ku është edhe dita. Çfarë përballje mund të jetë kjo? Që nga thash, që nga një përballje reale në sallë të një gjyqi, e deri tek një përballje thjesht në një tryezë kafeneje diku. Por që sido që të jetë një farë vendimi merret dhe them se edhe një farë anëpushimi mund të arrihet gjithashtu. Po e drejta duket se do shkoj tek i Zoti, sido që të jetë. Për sa i përket tani ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e mesazheve, udhëtimeve, e kthellimit mendor, e takimeve me persona që keni kohë pa i parë, pa dëgjuar prej tyre, një mesazh që mund të vi pa pritur nga një person që pothuajse e kishte haruar ekzistencën e tij, do i gëzoj pa mas, dhe në përgjithësi favorizohet çfarëdo gjë ka të bëjë me punë, proces mendor, do me thënë, që nga kontrata që mund të rishurtojnë, që nga biseda që mund të rishurtojnë, që nga ëndra të cilat kushtojnë në rëndësi se varëse çfarë po ju thonë, që nga udhëtime që mund t'i bëni për shefin tuaj dhe të kaloni bukur. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel nuk ju fal, dita e diel sjell ndryshim në jetën tuaj, ju do djediç të fundit jeni më tepër të përfshirë në këtë gjë, Urani sigurisht dhe djediç i para, si bëhet fjalë, kemi Plutonin i cili sigurisht sjell ndryshime në jetën tuaj, ndryshime që janë të dhimbshme, të vështira, por që duhet të ndodhin me sezon në mënyrë që të zhvilloheni dhe të keni më tepër sukses në jetën tuaj. Më kthim pas nuk ka, të vazhdoni vetëm përpara me kurajo, me vendosmëri, me besim tek vetja juaj, që të keni dhe suksesin që ju takon. A do keni sukses? As i bëhet fjalë. Kjo gjë është vetëm një gjë e sigurt. Përshëndetje shenjë peshqve dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. T'ju uroj një javë sa më të mbar, por të mos harrojmë se sido që të jetë jemi në një javë që ndodhemi në ndikimin e një eklipsi hënor në shenjën e Vizhëreshës, ju ndikon drejt për së drejti në marrëdhëniet tuaja me të tjerët, personale, profesionale, dhe do shumë kujdes, këtu shfaqen dhe armiq të përbetuar që është e vërteta nuk është se ndonjëherë janë fshehur, por që ju kanë dalë hapur dhe ju kanë provokuar dhe sfiduar hapur, çfarëdo gjë ka lidhje me çështje notariale, çështje tekniku ligjore, kontrata do rishurtohen përsëri, vjen ose zhgënjeni nga një pritshmëri që kishit ose me të vërtetë mund të jetë një arritje e madhe. Të shohim varëse si do ju marri, por s'do të jetë me kujdes këtë javë. Tani për sa i përket këtij TikToku që na mbyllet nuk e dim, të shohim, pavarësisht se do mbyllet apo jo, do të më gjeni në YouTube Zodiac Oracle me parashikimet e muajit dhe jo vetëm, dhe për numrat e kontaktit, sigurisht do i siguroni përmes webit. Okej, kështu pra. Dita e hënë është një ditë ku ecni përpara, por nuk dini as vetë se ku po shkoni, do me thënë, me shumë është të ecësh kuturu, është të lësh rjedhën ose të ndjekësh rjedhën, por nuk e di se ku po të nxjerr, sido që të jetë më mirë do të jetë, as i bëhet fjalë, dielli polit nuk po perëndon,
dhe avash po marrësisht se po ecni në rresti rruga juaj do ndriçohet dhe do e dini se ku po shkoni, këtu mund të ketë të bëjë me çfarë do gjë, që nga një shtatzani që sapo ka filluar dhe do ta çoni deri në fund, që nga një marrëdhënie në çift që thjesht nuk e dini se ku po ju çon, por doni ta shikoni se ku vete, që nga një bashkëpunim i ri, që një çfarë do gjë që është e re në jetën tuaj dhe nuk e dini se ku po ju çon, e keni me frikë, e keni me pasiguri, por nëse keni besim tek procesi vet, dhe ndiqni rrjedhën atje ku po ju çon, pa e kundërshtuar, ka shumë gjasa që çdo gjë t'ju dali për shumë mirë. Tani përsa i përket ditës së martë, dita e martë është dita që ju tregon shumë qartë se sigurisht ka ende vështirësi në arritjen e objektivit tuaj, por është një objektiv i sigurt, domethënë sa thuash, jeni në brenda një projekti i cili e sigurt që e ka suksesin brenda vetes së vet, por do punë, do 2 muaj punë që të arrihet atje ku duhet të arrihet. Pra, suksesi është i garantuar. E vetmja gjë që do ju ose që ju nuk ju pëlqen, ose që ju mërzit, ose që ju lodh, është fakti që duhet të prisni, domethënë, duhet të ndiqni gjithë procesin. Dhe kjo gjë do marrë kohë që nga 2 javë deri në 2 muaj. Varet se në çfarë faze jeni secili prej jush. Ama mbani mend, e vetmja gjë e sigurt është që rezultati është aty. Domethënë, është i prekshëm, suksesi është i garantuar. Tani përsa i përket ditës së mërkurë, e bukur edhe kjo dhe më bukur akoma se dita e martë, që të paktën ua garanton suksesin. Këtu çfarë do problematike në lidhje me çështje personale, profesionale, ekonomiko-financiare, shëndetësore, shpirtërore, me radhë, duket se mbyllen këtu. Çfarë do problematika qofshin, nuk do përsëriten më. Premtimet që do ju bëhen brenda kësaj dite janë të vërteta, janë të sinqerta, janë të ndjera dhe është një ditë fati. Është ditë fati që vjen pikërisht për shkak të dashurisë së sinqertë, për ndjenjave të sinqerta, prej fjalëve të vërteta dhe fal faktit që të gjithë ju me sa duket keni kaluar prova të caktuara, por të paktën tani prej këtej në vazhdim nuk do të kaloni më prova të tilla, përkundrazi jeta juaj duket se po merr një drejtim stabilizues dhe fatësjellës, do thosha. Kështu që lumturia është e juaja prej këtej në vazhdim dhe nis që prej ditës së mërkurë. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku ju jeni vetë peshqit, sigurisht, kujdes, të mos ngatroni ëndrrën me realitetin. Pra, për të gjithë ju që e dini se ku mbaron ëndra dhe ku fillon realiteti, gjërat ju ecin mirë. Por për ju që do e fusni veten tuaj në fushë sapuni, sa shtyr leverdis më shumë, sepse normale jeni peshqit, atëre nuk mund ta përfituroj se çfarë ardhmja juaj mund të jetë. Kështu që kujdes me një marrëdhënie që mund t'ju duket sigurisht më e mirë se marrëdhënia që aktualisht keni. Pra nëse jeni një martesë dështuar, nuk do të thotë që do ju vi dikush dhe do ju ndihmoj, përkundras do ju a bëj më keq situatën. Nëse jeni në një ngërç ekonomiko-financiar, nuk vemi të investojmë dhe më shumë sepse ja fusin vetes. Nëse jemi në një profesion, në një punë që nuk na bën, nuk i lëm thjesht gjërat pas dore dhe e lash, sepse s'ke si ta lësh pa gjetur diçka tjetër. Pra, mundoni të ndani ëndër nga realiteti sepse mund të pësoni dëme të mëdha ditën e enjte, në qoftë se këto dy gjëra i ngatëroni me njëra tjetrën. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita që duhet të bëni, jemi në një ndikim eklipsi hënor, sido që të jetë, është në shenjën e Vigjëreshës, përfaqëson shëndetin, kushtet e punës, e me radhë. Këtu përkohësisht diçka ju shqetëson në lidhje me shëndetin tuaj, mund të jetë një grip, mund të jetë një viroz, mund të jetë çfarëdo gjë e qoftë, por që do ju vëri në moto për të menduar se çfarë duhet të ndryshoni në lidhje me jetesën tuaj, në lidhje me mirëqenien tuaj, në lidhje me kushtet të cilat punoni dhe si ndikojnë ato në shëndetin tuaj. Pra, për mirë do vi përsëri. Ose mbase kjo gjë nuk ka lidhje drejt për së drejti me ju, por me një personin tuaj të dashur, për të cilin duhet të kujdeseni. Por, duke u kujdesu për atë, duket se mësoni gjëra dhe për veten tuaj, duket se zbuloni gjëra për veten tuaj që nuk i dinit, ose duket se të dyja palët marrin benefit nga njëra tjetra. Ju nga ndihma që ofroni dhe personi nga ndihma që ju ofrohet përmes jush. Përsa i përket tani ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku të paktën përsa i përket marrëdhënieve tuaja dhe për këtë gjë bëhet fjalë, keni nevojë të distancoheni, ju që keni probleme, keni parasysh ato
marrëdhënie të cilat janë shumë problematike dhe kanë kaluar shumë probleme, nuk besoj se do rezistojnë. Kjo do jetë një ndër goditjet fatale për to. Keni nevojë pra të distancoheni, keni nevojë të mblidheni të kokës, keni nevojë të kuptoni se ku jeni, çfarë ju duhet, nëse ju bën, nëse s'ju bën, nëse mund të vazhdojë ose nuk mund të vazhdojë, dhe ka shumë gjasa që për ju do kuptoni se nuk mund të vazhdojë, do të merrni dhe një vendim shumë të rëndësishëm. Dhe përsa i përket ditës së diel, për çfarëdo lloj plani, për çfarëdo lloj objektivi, për çfarëdo lloj ndryshimi që doni të sillni në jetën tuaj, mjafton të keni kurajon e nevojshme, mjafton të keni besimin e nevojshëm, mjafton të keni iniciativën që ju duhet dhe çdo gjë mund të arrihet. Fillimet e reja janë këtu, ju favorizojnë. Jupiteri nga shenja e binjakëve ende duket se është në favorin tuaj në këtë rast. Kështu që thjesht matini mirë hapat tuaja, mateni dhe rrezikun dhe në qoftë se shikoni se ju merr, atëherë vazhdoni. Nëse shikoni se duhet të stepeni, ama stepuni, mos e teproni.